Ne jo pak herë shikojmë që dhe tek muslimanët, domethënë në momente të ndryshme futet apo mizotron kotësia, apo ndjenja e papërgjegjshmërisë. Ku dikush e kalon kohën kot, e kalon ditën kot, e kalon thjesht me celular duke mos punuar, qoftë dhe një punë dobishme, punë dynjaje. Profeti alayhi salatu wassalam ka pas bërë dua prej dembelizmit, pra duke kërkuar mbështetjen tek Allahu subhanahu wa taala prej paaftësisë dhe dembelizmit, kur ka thënë: Allah, unë kërkoj mbështetjen tek ty, mbështetjen tënde prej paaftësisë dhe dembelizmit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam se Allahu e pëlqen që nëse dikush prej jush e vepron një punë, ta përsosi atë. Pa jo vetëm ta kryejë një punë, ta bëj atë punë, por ta bëj në mënyrën më të mirë, ta bëj në mënyrën më të përsosur dhe të përkryer. Edhe ky njeri sigurisht që është prej njerëzve më të dashur tek Allahu Jalla wa Ala. Pra kjo përsosje është e kundërta e papërgjegjshmërisë. Kështu që muslimani nuk e bën një punë si t'i vi, por mundohet, pra muslimani i vërtet, muslimani i mirë, mundohet ta bëjë një vepër në mënyrë më të mirë, në mënyrë më të përsosur, qoftë kjo vepër për ahiretin, për adhurimin, dhe qoftë kjo punë prej punëve të dynjas.